Klevis Kaso në emisionin Zgjedhje 2025 të kryeredaktores së Blu Televizion Efrosina Papa, ku të ftuar ishin edhe gazetarët Ardi Stefa dhe Adriati Golemaj. Bëri një prezantim personal dhe profesional si dhe një shpjegim të ofertës së Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe asaj të Partisë Socialiste Vlorë. Duke krahasuar listën e Partisë Socialiste me ofertat e tjera politike, Kaso shpreh se ajo është lista më gjithëpërfshirëse dhe nga pikpamja elektorale më përfaqësuese në komunitet. I pyetur se si kishte mbërritur emri i tij deri te Rama, ju përgjigj se ishte drejtuesi politik i qarkut Bledi Çuçi, ai që duke parë punën dhe përshkrimin e tij në terren dhe duke njohur kontributin gati 15 vjeçar të tij në Partinë Socialiste, e kishte propozuar. Ishte ndërmjet surprizës dhe indicjes, për të thënë të vërtetën e për mos të qenë hipokrit në asnjë moment me atë që unë çfarë do shpreh dhe do flas sot për veten time dhe për situatën politike në qytet. Unë pata fatin të drejtoj 2 vjet një nga rajonet më të rëndësishme politike të qytetit, siç ishte rajoni 5. Aty u zhvillova shumë politikisht. U emërova në kryetari bashkisë fal thirrjes dhe që bëri kryetari bashkisë për të pasur në ekipin e vet. Dhe step by step ose hap pas hapi më erdhi oferta për të drejtuar politikisht diasporën e qytetit të Vlorës. Dhe në të gjithë të periudhë të këtij arku kohor kaq të ngjeshur, por kaq të gjerë, unë kam menduar vetëm punën. Dhe puna ka qenë shumë voluminoze nga ana ime, gjë që ka sjell pa e kuptuar dhe në atë pjesën që themi surprizë, këtë kandidim të ofruar nga drejtuesi politik në momentet e fundit kur lista ishte duke u konturuar dhe duke u mbyllur. Drejtuesi politik më thiri dhe më tha që fal punës tënde politike dhe institucionale që ke kryer në qytetin e Vlorës, vlerave të tua, do të kishim kënaqësinë që ti ishe pjesë e listës sonë të hapur për të garuar dhe për të potencuar votën e Partisë Socialiste për mandatin e 9 dhe për të potencuar votën personale për çfarë kam unë kontribuar në to 38 vite në këtë qytet. Sipas kandidatit Kaso, zona ku ai do të angazhohet është rajoni numër 5 dhe Orikumi. Qëndrojmë pak te rajoni 5. Ju jeni atje tek ajo zonë, jeni kandidat, do të bëni fushatën tuaj, si do ta organizoni, çfarë mendon? E ke studiuar zonën? Çfarë duhet të ketë prioritet? Si në kryetari bashkisë patjetër që jam marrë me buxhetin që bashkia krijonte për vitin 2024 që e lanë vjetë 2025 që është si vjetë, dhe ai buxhet është i shpërndarë në mënyrë të barabartë, po thuajse për secili rajon ose rajonet e tjera. Dhe një nga problemet më të mëdha që ka rajoni 5 është lagja Kushtrimi. Lagja Kushtrimi është një lagje e bërë ishtazi mbas viteve 90, që tani po merr hap pas hapi urbanizimin e saj. Cilat janë problematikat? Problematikat janë një rrugë e amortizuar dhe asnjëherë s'është vendor, dhe për herë të parë kjo bashki ka dedikuar një fond për 60 milion lekë të reja, që një nga rrugët kryesore të asaj lagje tashmë të marrë zgjidhje me asfalt, me trotuar dhe me ndriçim. Kjo kontratë është lidhur dhe tashmë fillojnë punimet aty. Dhe problemi tjetër është ujë, që dhe po punohet nga KFV-ja, Banka e Zhvillimit Gjermane, për të investuar projekti që po bëhet në gjithë Vlorën, dhe ai durim që do na duhet këto 2 vjet për të përballuar problemet infrastrukturore që qyteti ka, nesër të na përkthehet me 24 orë ujë. Këto janë ato që kjo qeveri vendore dhe ky vizion po sjell pas hapi zhvillime të mëdha për Shqipërinë. Për kandidatin e Partisë Socialiste Klevis Kaso, oferta e partive të vogla është jo serioze për shkak se janë parti që rrotullohen rreth individëve lider dhe nuk kanë struktura, ndërsa sipas tij Partia Demokratike nuk mund të marrë më shumë se 3 mandate nga lista e mbyllur. I pyetur nga analistët për diversionin e Ramës, i cili kandidoi në një listë të mbyllur, një antare të Partisë Demokratike dhe jo vetëm nuk kishte kontribute në Partinë Socialiste, por deri dje kishte qenë kundërshtare dhe rivale e saj. Kaso përgjigj se synimi për ta futur Shqipërinë në Europë është më i madh se përkatësitë politike dhe ka nevojë për kontributin e të gjithë progresistëve dhe adetarëve që nuk mendojnë për partinë, por për Shqipërinë. Po të bëjmë një analizë të thelluar. Kjo është një listë gjithëpërfshirëse, që atë që kryeministri ka shprehur gjatë gjithë kohës së vet, dhe të gjitha kandidatë që ju përmendët pa asnjë lloj kontributi
por nuk do të thosha ashtu, ata kanë kontribut të gjë në shoqërinë e këtij qyteti ose këtij qarku, si punë zonjë Zamira Sina, që është dekani e Fakultetit Ekonomik, patjetër që ka vlera shumë të theksuara për të qenë në një nga listat e partive. Patjetër që vjen nga një parti kundërshtare e Partisë Socialiste, por kjo nuk do të thotë që dera duhet të jetë mbyllur për njerëz që duan të kontribuojnë në Shqipërinë 2030 dhe në Shqipërinë evropiane. Lista e hapur është shumë e fortë ashtu siç u shprehet, me njerëz që kanë kontribuar shumë kohë në Partinë Socialiste dhe në Parlamentin Shqiptar. Kështu që unë mendoj që kjo listë është lista më e mirë që ndonjëherë mund të ishte e përbërë për të arritur Partia Socialiste dhe kryeministri Edi Rama në 9 mandate që duhen në qytetin tonë. Klevis Kaso u bëri thirrje qytetarëve vlonjat që të votojnë për të, jo vetëm sepse është njëri prej tyre, por edhe sepse ka forcë dhe energji për të shërbyer.